Në qoftë se më thoni në rast që ka pas Polonia për të shënuar gol, dy goditje për para golit, bëri 2 goditje tjera Zielinski dhe ishin nuk ishin kështu. Atë raste ata i presionin shumë, normalisht do vini e dëgjoj dhe në superiore këtë shpesh. Edhe në ndeshje tjera. Mirë, jemi afër prandaj dhe nga ngjyra ndoshta. E dëgjoj shpesh të ishte dobët kjo se fitoi kjo. Ore, kameri dhe tjetri që ti lu dobët. Tani se unë se kuptoj ishte dobët kjo. Ishte Polonia dobët. Për mua ishte Kurti nuk i del për çfarë bësh një blokadë aty. Të vogël të bën edhe kundërshtar. Dakor, ai që është atje. O Gert, folum çfarë? Ne psum me 2 episode psum 2 gola mbaroi. Ardi, ne i kishim rastet, ato 2 episode i shfrytzuan anci vet apo puna që kanë bërë ato, fitun të t'jap detaje si trajner, që ekipi polak kanë shpëtuar. Jo, më këtu ym një diskutim, çfarë do të luante Bajrami? Pikërisht pra. Këto janë disa detaje që ndoshta kaluan. Pra këtu dalim te zgjedhjet e Unë s'kam mund ta gaboj, mund të ishte edhe broja mund të unë të rast. Ai ideali i Ajekut për mua duhet një lojë shkëlqyer. Po ishte mbrojtës i madh dakor. Ai u çudit kur pan veten me fushortën. Pesh që ai nuk e mban, ai ndesha parë, ishte ndesha parë me kontratën. Ndesha parë, topi parë. Topi parë. Ndesha parë, topi parë. 2 ditë kishte kontratën. Edhe rasti unë e pash në 5 minutat e para që ai lutet dhe nuk preku top, ai donte akoma të ambientohej me sjelljet e lojtarëve të vet, kupton, me kolektet e vet. Ndërkohë ai e broja jep që i dha një top shumë bukur, praktikisht, shumë bukur, një asist i shkëlqyer i brojës. Po nga ana tjetër ai ç'a mund të presësh nga ai nuk e di si e gjuajti atë top. Si nuk u bllokua para atij topi, pse? Se gjyti keq ato. Jo. Keq nuk e gjyti, se futi gol, po keq se gjyti. Ai e gjuajti keq, po nuk e fajson dot pse e gjuajti keq. Çfarë diferencë kishte 3-1, 4-1 apo 2-1? Asi diferencë. Ajo ka të bëjë edhe me stafin, se po ç'është. Ai duke qenë që është gjatë gjithë kohës në tension, presion, e kupton edhe. Unë prandaj thash, e humbi komplet. Të ardhi me shumë respekt për ty, unë nuk e pranoj si argument. Se këto nuk e pranoj si argumente ku më thonë, këta prokurorët e Spakut punojnë në presion. E kanë marrë përsipër. Jo, prit. Më mirë ta hapi një sekondë. Jo një dhe, ata policët nuk ashtu do të janë në presion, jo gazetarët janë, ne tani gjesa e kemi marrë përsipër këtu. Punë e marrin përsipër te presion. Jo flas për këtë punën e ndrimit që përmendën në Itali. Është diçka që se besoj, nuk e, po mirë, po dhe stafit nuk kush e ka zgjedhur. Jo, edhe stafi, normal. Ai ka zgjedhur vetë. A kërkoj i shtun 300.000 euro kontratë këtë vit dhe i mori gjitha stafi, a pa kam gabim Gerti. Jo, nuk e gabim. Se këto legët me reveshti, është kështu. Do të thënë, shikon, pra gjitha, qa do federata, urdhë qa do, mere këto, qa do, mere këto, t'jap gjitha. Jo, nesa ti t'jam plëcu gjithë. A ju plëcu më gjitha, pa? E pa tërë, t'ja kërkojmë logarin dhe në fund. Normal. T'ja kërkojmë logarin dhe në fund. Logaridhonja është këtë gjithë, nuk diskutohet. Logarin kërkoja dherë në fund, edhe dherë në përfundim sezonit. O Gert, shku sezonit tani që do luj me Ukrajinën. Jo, se ka dhe 2 misorin që edhe diçka nuk më pëlqeu dhe diçka që tha kemi dhe i neshit. Mirë, ajo është një lapsus nga kërkesa psikologjike. Nuk e di, këto është paleti, këta trajnerët që bëjnë spektakle në konferencë mbas ndeshjes, që e pranojnë ato gabime. Të paktën e kërkojmë pak sinqeritet nga Silvini. Okej, gabova, çdo kush mund të gaboj, sepse po të kujtoj unë ty ndeshje me Italinë, me Kroacinë, që kemi qenë avantazh, nuk i kemi menaxhuar mirë. Po pse thot gabova? Me Letonin. Pse thot gabova më Kris? Okej. Jo, më pse të thot gabova? Jo, ndoshta i ruan dhe veten e tim. Po jo, më pse të thot gabova? Pse gaboj? Po një sekondë, jap u gaboj. Po mirë, gaboj për ty, s'ka gabuar për mua, s'ka gabuar. Pse të thot gabova? Të thot se do ti. Apo them se do unë. Nuk flitet kështu. Po jo, si flitet? Përgjithësi parja. Unë pra 2 gola ato, aq i humbëm 2 raste, ato ishin rastet tona. Marrëshim punë me. Jo, po do kapen, pra këto s'janë. Në më thënë, a i kur i bën golin dhe Strakosha del si balon tabake aty dhe ikën goli par, ikëm, e harrojmë këtë. Nuk mund të thot a i... Shkon Bajrami dhe nuk i fut edhe pilo. Këto pra e rastet e Shqipërisë. Se të thot gabova. Për qatë thot gabova. Jo, ma thuj për qatë thot gabova. Se ka pasur ndeshje, ka pasur ndeshje më të këqija të këtij dhe kush ka thënë gabova. Ka pasur dhe më të këqija, por në rastin konkret, ka pasur dhe shumë më të këqija. Nëse ky njeri nuk thot gabova, nuk ka një gjë të thush gabova. Në bazë botrorit, unë kam pa, më falë Europian, unë kam pa që ky kishte përgatit një fjalim. Unë s'kisha pa njërë. Fjalimin e kishte përgatit ky si politikan.
dhe përgjithësisë, ashtu si kur do vejem unë nesër ke një ekip ku mund shkoj unë. Është normal ta vesh para përgjithësisë dhe ti thush 5 gjëra ashtu si duhet. Dhe ai të përgjigjet, sepse ka dhe njerëz për shembull trajnerë që përgjigjen çai thot truri vet dhe nuk përgjigjet fare pyetjes si bën ti. Pikërisht pra këtë ishte sigurisht e pyetur edhe për Jasir Hasanin se pse nuk mbullohet Muçi dhe për të gjitha çështjet e kemi pyetur. Po pse Soqi Ozuni nga lista dhe ka justifikuar se Ozuni nuk e shkoi si ai ka pastaj Hasanin Jo, nuk e nuk ta përgjigjesh e bardhë Bajramit. pa diskutim, shumë gabime ju dritë hije. Në rastin konkret të ndeshjes, mënyra si u përgatit, mënyra si doli, nuk mund ta fusësh të burin në një cep. Tani ta masakrosh. Atë burin do e fusim në cep. Jo, na fusën në një cep dhe ai ta masakrojnë. Kur janë bë gabime fatale, se do flisi ndryshe di Sokoli Pari, po të bëj gol ashtu. Apo dhe Pilo. Do flisi krejtësisht Jo, për Pilo do tojë njëjtën gjë që ta them. Do flisi krejtësisht ndryshe po të bëj ai goli. Tani hajde ta marrim këtë burin, edhe ti fusim Kallashin. Jo, Kallashin jo, ne Kallashët i ka krah tjetër Kallashi mediatik, nuk i kemi ne. Por kur fituam ndeshjen me Serbinë, merita kujt ishte? Merita, e lojtarëve. Po larg. Ja dham gjithë meritat si Merita që e Silvinjos dhe ishte e Silvinjos. Dhe ishte e Pra, kur Silvinjos. them me lojtarëve, shkon skuadër. Sepse realizoi po me të njëjtë lojtarë që humbin Varshavë. Ndeshja taktike ishte perfekte. Pamja taktike ishte perfekte, po jo taktike, po edhe zëvendësimet ishin perfekte. Çdo gjë ishte në kokë. Çdo gjë ishte në kokë. në Varshavë. Madje edhe me Serbinë. Me Serbinë. Në kokë, taktikisht, po dhe formacioni. Edhe zëvendësimet ishin shkëlqyera perfekte. Kësaj radhe, gjithçka ishte gabim. Si mund ta qush ti Muçi zëvendësues të Bajramit? Muçin. Po. Ai e konsideron shelta taktika. Po unë po të rikthehem te gjitha pyetjet që bëja Ardi. A mundesh ti të luash taktikisht me emocionet e një kombi të tërë? Ska e pjesë e trajnerëve ndoshta të futën. Ventura e nguli Insigne në stol dhe humbi botrorin. Pikërisht. E nguli në stol. Edhe Vladi Rusi çu Bogati, jo mu profesor Insigne. Edhe bëre gjën e dur. Jo, të gabuar bëri. Unë po të them, shelta taktika shumë mendova. Po jo më sotri si çeka. Po nuk është kombëtare nuk është kombëtare klubi Dinamo ose klubi Partizan, klubi Tiranës. Ka një diçka tjetër. Po kjo pra është. Ka një diçka tjetër. Sepse ky burri, këtu që kam përballa, po që kam mbrapa, me që më theje mbrapa... I rrethuar. I rrethuar. Ky burri është akuzuar shumë underground, këto ko, që Muçi është i penalizuar nga bariera menaxheriale. Prandaj nuk luan. Një sekondë. Do merra me thashë Jo, unë po them, me çfarë është penalizuar? Jo, është atakuar për këtë punë. Ti di kritikat e mia ndaj tij publike që nga Europian. Por në rastin e tillë, po ta kishin Fali Ramadani, që është menaxheri Silvinjos, sa lojtar kanë në fiton kombëtar? Se dhe hym dhe ky muhabet pastaj. Jo, për këtë thashun. Po pra, po kjo nuk është. Ka 6 lojtarë. Po. Ndoshta mund duket normale. Mo më duket shumë. Po. Mund të normale. Menaxher ka 6 lojtarë trajner. Po se e lidh me faktin që kontrollon, me duke pasur shumë sa më shumë kesh, kontrollon shumë. Ne thjesht nuk duam që ky menaxher ndoshta të influencojnë në mendjen e trajnerit. Po mi po them që është akuzuar. Nuk thash që vërtet. Ti mund të akuzohet. Prap dalim te kjo pjesa. E kush nuk është ai menaxher që nuk do sa më shumë lojtarë të ndaj? Tu puna është. Kush i fut ata në kombëtar? Apo jo? Dhe e meritojnë. Se s'munda... Dhe e meritojnë. Dhe e meritojnë. Po nuk ti nuk mund të akuzosh një menaxher. Menaxherët punëtar, zotëri, ai bravo i shoh. Puna është akuzë të tjetër. Puna është kush e lejon këtë situatën aty. Dhe unë jam shumë i sigurt me sa e di unë. Ju më korrigjoni nëse është ndryshe. Unë nuk shoh që Silvinjo të jetë nga ata trajner të cilët të lejoj që dikush tjetër të fusi duar dhe të përcaktoj formacione. Shumë dakord. Je dakord me mua? U akuzuat, është akuzuar për këtë. Në raport me Muçi. A është Silvinjo një trajner i cili lejon të fusin duar formacion? Nuk lejon askënd. Atëherë kujt është përgjegjësia? E ti. Publicitet, themi pas pak. Patjetër. Gjithë mungesën e dëshirës nga Gerti, po si gazetar në fund e pranoj. Vëre dhe një kamera këshu gjatë kohës ka pësirë marketingu. Simi, është emision tjetër, e nga tru. E kuptova. E kupto afer, është mund të shkosh pas ta. Por, të bishaka. Por, ideja është, edhe ti vete pranove, Gerti që përgjegjësia është e trajnerit. Unë, një sekundë, unë e pranova që natyrisht përgjegjësia është e trajnerit, po është ngritur gjithë kjo të ymnaj,
Me një Po e kohë. di pse? Po është gjithë gjykatëri, na pse s'po Lumuçi më, edhe me Meti. Edhe me Meti. Sa gola ka bë thotë tani. Është ngritur gjithë këto tynaj, tani jo më kot ta thash, shelta teknika. Zgjedhje teknike, ai burri atje. Po nuk është shumë se nuk Po mirë, po mos thotë Silvinjo, një sekondë. O Sokol, po do të vi një pyetje. Ai burri nuk e deshte me shku me lutën në Suedi. Jo, po do të me kokën e tij. Po si kokën e tij? Po s'është koka tim. Si se deshte ai burr me shku me lutën në Suedi? Nuk flas ton fare. Nuk po them këto. Nuk po them këto, po është tjetër gjë ti të shkosh dhe të shkosh si frym, dhe tjetër gjë ti shkosh të thosh ato siç po i tham ne. Siç i tham ne për Serbinë, edhe është e drejtë kjo që ndeshja e Serbisë është fitore e Silvinjos, po ishte basti rrezikshëm ama. Në çdo rast. Një bas cilin ai e fitoi. Kurse kësaj radhe, nëse ndeshja me Serbinë ishte çështje kombëtare, sedre, kombëtare etj. Ndeshja me Polonin ishte takim me historinë mos. E ti thua shpërdoroj. Por mua patjetër që shpërdoroj. Siç e the në insert që e konsideroj Bixhos. Bixhos. Pse? Bixhos e konsideroj. Po ajo është për te limituar. Pse Bixhos? Unë kështu të mburi një bas e Bixhos. Një sekond. Ai aty a përmende patëm rastet tona, zotri, pse se pranon këto më burr? Po pse me lojtar Bajramin unë e futa në fush. Po ai futi ai. Dakor, po do flisnim ndryshe në të kundërt. Po po patjetër. Tani po flasim kështu, tani gjejmë një alibi se s'bëri golin. Po ta kishte Muçi topin e Bajramit e bënte gol. Nuk e dim. Po ta kishte Muçi topin e Pilos e bënte gol. Tu jemi përpara faktit. Ti kapesh te kjo që jemi para faktit. Atë se dim. Unë jam i bindur, Jo, atë se dim. Atë se dim do ta bënte gol apo. Po me i far argumenti të flas duke pas parasysh sa gola ka bërë Muçi. Unë jam bën atë gol, po të ishte në minutë 25 ose 35. Por ishte minuta 70, gjunjët bën vetën. Kristi. Po, dua të bëj një kështu përmbledhje të këtë rrugutimit Silvinjo sepse më erdhi ndërmend që ne ishim mbaj mend me Rejën në një pikë vlimi dhe të gjithë kur erdhi Silvinjo, do merrte këtë projektin, e shikonin sa të shpëtimtarin që do ta kthej kombëtarin në rrugën e dur. Kjo me rezultate nuk është ka më të mirë, ata mos them që është nisi mirë, solli disa lojtar, solli disa metodika pune që këtu nuk ishin asnjë përpara, jetoi këtu, risi, dakor. Çfarë metodike pune solli? Jetoi këtu në Tiranë, pjesën teorike e përgatitur shumë mirë. Kam shoja. Mi tani risi. E lidh me këtë që ishte full time punë, ndryshe nga trajnerët e tjerë. Ishte patjetër. Është fakt. Anën teorike për shembull e kishte më të zgjeruar se trajnerët e tjerë. Merrem kalonte më shumë orë në zysh se trajnerët e tjerë. Nuk e din. Kjo është e vërtetë. Unë e kam parë me sytë e mi. Udhëtime të shpeshta, ndoshta çdo ditë marketingu ka punuar i federatës që e ka reklamuar udhëtimet e tij, po nese. Shkuam të parët në Ska grup. ik për turizëm. Shkuam të parët në grup, në Europian. Në Europian, eksperiencë kishim 8 vite që mungonin, shkoi mirë. Pavarësisht se opinioni sportiv mbas Europianit tha që disa ndeshje mund t'i kishim menaxhuar mirë, Jo, ndoshta me të vërtetën Kristi, momenti më arë publike thyrjes, jo si njerëse, unë kam raportet mira me të. Si trajner. Po si trajner ishte fakti kur pas eliminimit nga faza e grupeve në Europian, tha unë në qova tha në Europian. Po si që ka arritë nëse ti në qonë në Europian? Në Europian në qonë dhe Bjasi. Dhe ikëm dhe me 3 pikë. Dhe deri në sekondat e fundit me të ndeshjes të tretë Portugalisë, ne ishim do dilnim ne apo do dilte Portugalia në 2016 nëse u kujtohet, doli Portugalia dhe pastaj fitoi dhe Europian. Portugalin që ne kishim rrahur. Janë dy storyboard të ndryshme. Jo, janë storyboard kualifikimet. Jo, me storyboardi është i njëjtë Gerti. Storyboardi është kombëtarja e Shqipërisë. Dakor se ti Po dy kualifikime të ndryshme. Ky është storyboardi, është kombëtarja e Shqipërisë. Dhe dolëm të parët në grup. Edhe në këtë, jo, nuk është pak. Dakor, më Gerta vazhdoj pak. Po çfarë ditë ka? Po ligë në Po ikëm me një pikë. Si që ka arritë në çovën evropian. Po pra, pritëm të C, dakor? Po do i vej pra të gjitha kualifikimin brenda një edicioni, tani në play-off, fitoria në Serbi, atë Tuto Somato ka bërë një, nuk është keq, me statistikë. Vazhdoj pak se lan pas Europës. Vazhdoj e Ndërpres Sokoli. Okej, vazhdoj kontrata, erdhi Liga e Kombeve, që gjithashtu ishte një dështim të themi në thonjsa. Jo, pa thonjsa fare, Katraur. Katraur, okej, justifikuar me faktin që ky është një kompeticion i parëndësishëm, Jo, s'është i parëndësishëm. Po mirë, më është. Ndërkohë që Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo thyu këmbët që ta fitonte 2 herë. Është më pak, jo ishte për tu. Ajo Liga e Kombeve ishte një Katraur e pa parë për tu harruar, po hajt. E kujt ishte? Ti burrit. Erdhi botërori shumë shpejt, erdhën kualifikueset dhe gjithashtu ato patën problematika. Që në fillim, me ishte para e dytë, Jasir Hasani u zhdu nga Arta, ishte lojtari i preferuar i Silvinjas. E zbuloi ai, mos saktë. Pikërisht. Po pse u zhdu nga Arta? Nuk luajte as me Andorën. Pse? Pse?
Sepse do t'i hapi në vendin që luante, u fut broja o zotri, kishte një vruge madhe, jo vetëm mediatike, se se fut brojen, dhe i hoq, po në atë pozicion luan mërë. Pas të anglisë kemi luatër me Andorën, me Letoni, më kundërshtohur mërë. E nuk e ka futur asë një minutë. Asani, lojtari mi preferuar, mos marrë asë një minutë me Andorën dhe me Letonin. Dhe Asir Asani u sakrifikua, apo jo u zhduk, se fjallën zhduk s'ta pranoj. U zhduk është kur nuk do përmbullon. U sakrifikua sepse ju hap vendi brojës dhe ka luajtur broja në gjithë eliminatorët evropianë pa normale karon e djathtë. Kush e bëri këtë? Trajneri. Po pse? Sepse ashtu e mendoi. Për t'i vënë vendin brojës në atë pozicion. Ka bërë mirë apo nuk ka? Këtë se di ma thuaj ti. Ma thuaj teknikë. Jo, unë i thash Krisit u zhduk sepse ju hap vendi brojës. Jo u zhduk, e ulin stol. Tani për ta çuar prap diskutimin se kjo është i pula vezën apo veza pulën. Tani Ardin e kemi këtu. Problemi është edhe veza edhe pula janë tonat. Po pra, pikërisht pra, por trajneri... Tu se nuk po flasim për Superligën. Pikërisht pra, aty do dali. Trajneri ka lojtar, që është Broja. Po. Në formën e ti kur ishte në formë të mirë. Atëherë ishte impresioni madh që thua ti. Kur ishte Broja Southampton që thonin borë se futë lojtar. Ai majti Southamptonin në Premier League. Atëherë, Broja. Ishte të bënte më shumë e reja në. Broja me Mehmeti Muçi për vetë fundit se nuk e pëlqej Gerë. Po jo mos ka lidhje se Atëherë, Broja me Mehmeti Muçi, trajneri Ardi, duhet të formsoj skuadrën bas lojtarëve që ka yje, apo duhet që lojtarët shkojnë të skemat e trajnerit? Sepse kjo që duhet i hapë vendin këti, futit 2 ose 3, ti e trajneri, gjej skemin që ti marrësh maksimumin të tyve. Për shtatja ndodhë... E ma me që i tonë Ancelotit, ku do e fusësh dhe Mbappén edhe Jude Bellingham? Futit të dyve. I futit të dyve. Trajneri duhet gjej një zgjidhje para, që ekipit fitoje. Do dhonë dhe i vetë fitoje. Kjo është e para. A fitohet me lojtarët më të mirë ama, me lojtarët më në formë? Fitohet, normal fitohet. Ose në teorikisht fitohet. Në teori po flasim në Paris. E dyta është që përshtatja ndodhë gjithmonë nga ke lojtarët ke trajneri, por duhet një trajner shumë i mirë, që sepse këto lojtarët që kemi ne luajnë nëpër klubet mirë, nuk luajnë nëpër klube. Dhe trajnerat që i drejtojnë kanë trajnera shumë të mirë nëpër ekipe. Dhe ato janë gjendje të gjykojnë se çfarë trajneri kanë, ke ekipi kombëtar. Dhe ideja është që këto të përshtaten me trajnerin. Megjithatë, ndodh shpesh herë që në ekip kombëtar duhet përshtatet edhe trajneri me lojtarët sepse është kohë shumë e shkurtër. Pra, nuk është si klub futbolli që ti bën seleksionator, nuk quhet trajner. Quhet seleksionator. Dhe ti ke kohën e shkurtër për të punuar me skuadrën. Dhe tani ndodh kjo që përshtatja duhet të jetë dy anshme. Nuk ishte momentin e dur që ai të afrojë me Muçin në mungesë të Manait, Dakut. Muçi nga tjetër lojtari më në formë. Nuk mund ta kishte këtë trajneri këtë momentin që unë t'i jap një këtë shansin të dialoshi. Ka momentin që unë ta fitoj si lojtar. E diku nuk ka pëlqyer. Jo mos më nderoj atë. Nuk më pëlqyer. Do t'i besojmë Bajramit. Nuk më ka pëlqyer, më fal. Nuk më ka pëlqyer momenti kur ka qenë ndeshje miqësore dhe ky ka fut po prap lojtar të formacionit. Një të gjë do bëj dhe nesër. Në një ndeshje miqësore ti duhet provosh se s'bon. Edhe si shkojnë si qifte, Unë po shifë jam mbrëm për shembull Kolumbin me Francën, që lunin në Orlando. Ai e luajti pjesën e parë, qith me lojtarët. Ata të rinj në thoj, sa? Kandidat. Ata janë kandidat. Unë nuk e di kush do jetë ajo skuadër që do mundi Francën, pse se ka ja 6 sulmues që nuk e di. Mbappé, Olise, Stolën. Mbappé, Olise, Ekitike Stolën. Rabiot jashtë fare. Dhe ai fut lojtarët dhe eksperimenton, sepse po përgatitet për botrorin. Unë kam qenë kurios ke Muçi që pse nuk e ka fut, sidomos edhe kur e kanë kërku dhe njerëzit, sepse kur ta kërkon opinioni duhet... Muçi nuk është grumbulluar, për atë kohë ai ka qenë në luatje, nuk ka pasur të statistika, dhe ne nuk kemi pasur ndeshjes, nuk ta grumbullonte, ku ta grumbullonte, në shtëpi ta mbante. Puna është tani, që Muçi është në momentin më të mirë, pse nuk je në momentin tani? Jo, problemi... Diskutimi Muçit ka janë 6 muaj që dëgjohet, po trajneri nuk ka pasur fajtu, sepse ku ta grumbullojnë, nuk kemi pasur ndeshje. Një sekond. Puna është tani. Nuk kemi pasur ndeshje. Ardi, kush është ndryshimi kur njerëzit rasin emrin tënd kur lun Kombëtarja dhe njerëzit rasin tënd kur lun Trabzonspor? Pra cili është ndryshimi? Ndryshimi është... Sepse, e di pse e them këtë? E them që nga koha e Edi Rejës, kur
Kemi qenë në Wembley atëherë, kur u rafëm, kur na u mundëm kthea 5-0, s'dishëm ku të fusim kokën në tribunën e shtypit. Dhe gjithë rrisin emrin e Brojës, ai Broja ndërkohë nuk e futi fare, e la Broja ka pa ndeshjen në tribunë. Broja në atë kohë ishte në kulmin e formës të tij. Ndërkohë sot ke një lojtar tjetër që është në kulmin e formës të tij dhe gjithë ne nuk e njohim, nuk e trasim se ka luajt me Tiranën apo ne trasim sepse ai ka vesh panellën e kombëtarës. Ne kur bërtasim e themi futet këtë lojtarin, nga nisesh për shembull që duhet ta fusim Muçin, nga ekipi që luas. A ka bërë performancë mirë, po ka bërë. Gjithë njerëzit e kanë dashur që ta fusin lojë. Është dhe kjo që thot Gerti, them drejtën. Ai e mendon që jo dhe jo, kaq. Po si mund të çajmë që ti ecën kundër asaj të kërkojnë tifozë të kombëtarës? Pastaj është dikush tjetër që Bajrami është gëllshnuesi i ekipit, ka shkruar më shumë gola dhe edhe sinjali është dikush tjetër luajti. M'fal. Ndërkohë kjo nuk vleti për Hasanin që Bajrami dhe Hasani janë Hasani na çojnë në Europiane. Dhe Manaj. Hasani na ka çojnë në Europiane. Njëri tani shkon tribun, tjetër informacion. Ka një kontradikt mendoj unë këtu. Jo, në Europian na çoi Hasani, është shumë e saktë. Tashi, rrim shtrejën folit Gerdo, sepse ka qenë lojtari kyç një ekipit tonë. Po, absolutisht. Dhe kur e ka marrë se ke një shok gazetar që e kemi mik të dy neve, dhe unë i kam thonë atit, ka bërë shumë mirë që e ka marrë atë, sepse edhe mu më pëlqen. Dhe në momentet e para mus ky trajneri Silvio më ka pëlqyer për këtë pjesë që ka guxuar. Edhe duhet guxosh, se nuk ka ne gjë të guxosh. Shumë e vërtet, Ardi. Yasir Hasani me trajneri i Spanjës, për shembull, fitoi kampionatin evropian me çuna 3. Mirë, pra ato janë. Apo jo. E di që nuk të kundërshtova Hasanin, Yasir Hasani, po, mos harojmë. Kualifikimi ka filluar nga Bajrami në Çeki. Po dakord, më dakord. Jo, s'ka dakord, po me atë perlën në Çeki. O Gert, kur është ndeshja Hasani bëj çat justifitoi që barazuam 1-1 dhe aty u hap grila e kualifikimit. Kur është ndeshja e fundit e Yasir Hasanit nuk ka luajtur. Ishte koha për dashuri. Ishte koha kur Bajrami lutet 90 minuta me Sassuolo. Ore, unë po them golin që nuk mohova Hasanin, po me atë barazim u hap korridori i kualifikimit, pastaj erdhën perlat e Hasanit. Ndeshja sepse gjithë përmendet Serbia për atë ngarkesë që tha Sokoli pak më parë, politike, historike e tjerë. Po ndeshja më e mirë, po të pyetur Silvinjo, unë e kam pyetur personalisht. Ndeshja më e mirë që thotë që unë kam bërë me Shqipërinë është ndeshja e parë me Polonin. E vërtetë. Pavarësisht humbjes 1-0. Po, ka qenë ndeshja e shkëlqyer nga ana taktike. Dhe Gerti thotë tani po e sulmoni, por atë kur i dha me lozhet, pse i dha me lozhet? Sepse Shqipëria vinte nga pas vitesh një skuadër që rritë vetëm mbrojtje, shfrytëzote në kundërsulm, ndërkohë që Silvinja ty tregoi që mund të luajë me guxim, mund të luajë ta sulmojë Poloninë, ne kemi bërë më shumë raste se Polonia, pavarësisht se Polonia shënoi atë gol.